Festat e fundvitit kanë rënduar ndjeshëm trafikun rrugor në qytetin e Lezhës, situacion e nxitur edhe nga prania e shtuar migrantëve që kthehen në vendlindje gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, pavarësisht fluksit të lartë të automjeteve, ndërhyrjet në terren mbeten të pakta si nga policia bashkiake ashtu edhe nga patrullat e policisë së shtetit. Sipas specialistëve të qarkullimit rrugor në Lezhë, Rok Lelçaj, zbatimi i rregullat të qarkullimit rrugor mbetet jetik për normalizimin e situatës. Ai thekson se policia bashkiake duhet të intensifikojë ndërhyrjet për eliminimin e qëndrimeve dyshme në rrugë, parkingje të paligjshme dhe për disiplinimin e lëvizjes, element këta që ndikojnë drejt për drejt në rendimin e trafikut. Shkaqet janë disa. Kryesorja dhe është zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga shoferët. Jo parkim dysh. Jo të ndalosh kot bashkë me abet. Se është fut këtu në mod kjo punë. Dhe punimet kur kryhen në kohë pikut, mendoj që është i çik i gabuar. Të ndalohet për 2-3 ditë, 5 ditë sa arrin të emigrantët, masaj Lezhë s'ka rrugë alternative për me zbut këtë trafik. Dhe tjetër, edukata e qarkullimit du të futën në kulm edhe në përshkolla, mendoj unë. Policia bashkiake në qytet, mendoj unë, du të ndërhyjë ajo, sepse asaj përket edhe qarkullimi edhe çdo gjë. Policia shtetit nuk duhet të jetë, mund të qarkullojnë ata me fugon, me gjana, me mjete, për arsye sepse ndalojnë krimin, ndalojnë ashtu, parandalojnë, por policia bashkiake ka rolin vendimtar, jo ku ka parking që i shërben bashkisë apo i shërben dikujt tjetër. Për shembull, shumë aspekte ndalen paralel makinat. Edhe është një sens lëvizje, duhet presin. Krahu tjetër duhet presin krahun tjetër derisa edhe krijohet trafiku. Krijohet trafiku që është zor që të eliminohet, se trafiku duhet ka nxjerr botën. Trafik po jo kështu, jo të ndalosh i gjysore, jo të ndalosh 20 minuta, jo të ndalosh sepse njeriu shkon për i punë, njeriu shkon për i hap, njeriu shkon për një ambulancë, njeriu shkon për i shërbim. Prandaj këto duhet ato rrugët, se s'ban. Duhet të ketë sens unik që të lehtësohet trafiku, të lehtësohet edhe qarkullimi të jetë më i rrallë, më ashtu, se qarkullimi ka nxjerr botën, kështu mendoj unë. Nga festa e Krishtlindjes dhe deri në fillim të janarit, rrugët e Lezhës përballen çdo vit me trafik të rënduar dhe shpesh dhe bllokime të plota. Ndërhyrjet e policisë rrugore konsiderohen të pamjaftueshme për normalizimin e situatës, ndërsa mungojnë masa shtesë institucionale për menaxhimin efektiv të fluksit të automjeteve në qytet.